Pas deklaratave skandaloze, Laert Vasili kërkon falje Gjestit dhe i kërkon të falin namazin bashk. Laert Vasili ditët e fundit zhvilloi një debat të ashpër me Gjestin, ku përfshiu në mes edhe fenë islame. Ai di se kush e thot Allahu Ekber, ata që presin koka. Ka qenë deklarata bombë që nxiti reagime edhe në rrjet. Kjo deklaratë shëmtuar e cila shkaktoi zemrim dhe shqetësim mes shumë anëtarëve të komunitetit musliman, u pasi një sulm i hapur ndaj tolerancës fetare që ndodh në Shqipëri, si dhe një prishje të qetësisë së besimtarëve. Ishën të shumë, ndërmjet të tjerëve, Hoxha Ahmet Kalaja, i cili madje tha se ka çuar edhe në instancat më të larta për ta fshirë videon e më pas edhe reper për pjesëtar të showbizit, Goldexhi, i cili shpërndante një post ku shkruante Allahu Ekber, ndërsa Xhumi shprehi se kishte pasur një vlerësim për Laertin për bagazhin e tij, po duket se ai nuk është një artist, por është një njerëz zero, duke prishur edhe këtë marrëdhënie të bukur midis feve, deklaronte Xhumi mllefosur. Megjithatë, vetëm një ditë pas këtyre komenteve duket se Laerti ka ndërruar mendjen në lidhje me qëndrimin e tij. Ai është afruar këngëtarit Pejan, i cili kishte qenë pjesë e diskutimit dhe në një mënyrë befasuese i ka kërkuar falje publikisht. Kjo lëvizje ka shërbyer si një reflektim i rëndësishëm mbi nevojën për bashkëpunim me mirëkuptim, teksa Laerti u pa duke e ftuar Gjestin madje edhe për të lutur bashkë për të gjithë shqiptarinë. Laerti u shpreh se është keq kuptuar në atë çka ka dashur të thotë, pasi ai tha se edhe jashtë shumica e shokëve janë musliman të dedikuar dhe nuk ka asnjë problem. Madje vetë në për intervista ka thënë se muslimanët falen 5 herë në ditë, ndërsa ne të krishterët vetëm një të diel në Pashkë dhe nuk jemi aq të devotshëm ndaj fesë si muslimanët. Ai e mbylli duke i kërkuar falje Gjestit, i cili nisi të falë namazin në obor, e pranoi këtë ofertë dhe madje ka ftuar edhe Laertin që të falen bashkë, diçka shumë e bukur. Mirë po ka pasur edhe nga komentues të tjerë, të cilët dyshojnë se Laertit i është treguar kjo gjë në dhomën e rrëfimit, duke qenë se vetëm një ditë më pas është rikthyer që të kërkojë falje. Pritet të shihet në Prime nëse do të komentohet kjo situatë.